Besimtarve katolik shqiptar në Shqipëri dhe në mbar botën kudo që janë sot, ju uroj nga zemra gëzuar ditën më të rëndësishme në historinë e qytetërimit perëndimor, ditën e ringjalljes Krishtit mbret. Kjo ditë shënon ringjalljen, përjetësinë, shpresën e pashuar. Leturojmë nga zemra që Pashkën tjetër ta kremtojmë siç ne do zemra dhe pa antikrishtin në trojet tona. Gëzuar. Tek.